Ndonse kemi një ulje të numrit të aksidenteve, ndryshe paraqitet situata me numrin e viktimave. Policia rrugore bën me dije se nga janari deri në mesin e muajit maj janë shënuar mbi 400 aksidente në të gjithë vendin, me 66 persona që kanë humbur jetën. Ka regjistruar 413 aksidente me 66 viktima. Në krahasim me vitin e kaluar, gjatë kësaj periudhe janë rreth 87 aksidente më pak se sa viti i kaluar. Pra ka një reduktim të numrit të aksidenteve, ndërsa te pasojat kemi një shtim me 10 të vrarë më tepër. Yzeiri sqaron se ka rënë numri i aksidenteve me përplasje të mjeteve, por janë rritur ato ku përfshihen këmbësorët dhe motorët. Vjet re që ne kryesisht nuk i kemi aksidentet mjet me mjet, pra siç tham, janë këmbësorët, motociklistët, biciklistët. Më pak janë rastet me mjet. Shumica atyre janë humbje kontrollit, dhe kjo humbje kontrollit në rrugë kryesisht janë nga përdorimi i aparateve celular. Blut shtojnë se 1 në 3 aksidente janë si pasojë e këmbësorëve. Alarmi vjet re kryesisht në rrugët e reja si Unaza e Madhe apo në akse të tjera rrugore. Situata paraqitet që kryesisht 33% të numrit të aksidenteve me pasoja e përbëjnë shkeljet nga këmbësorët, pra kryesisht ndërprerje rruge dhe mos respektim të këmbësorëve në vijat e bardha. Dominojnë rastet për ndërprerje të rrugës nga këmbësorët, siç janë rastet në disa akse të reja rrugore. Mund të marrim shembull Unazën e re të Tiranës, që është përuruar kohët e fundit, ku shumë këmbësorë ndërpresin rrugën në mënyrë të menjëhershme. Ndërkohë në kuadër të sezonit turistik, policia rrugore ka hartuar planin e masave ku përqendrimi do të jetë kryesisht në zonat bregdetare, akse që pritën të monitorohen dhe me dron dhe pajisje të tjera teknologjike.